Me vrasja familjes Jashari, të thotë ishte një motiv më i madh për mi dalë zot këtij vendit. Vetëm 17 vjeç kur mori armën për liri, nga beteja e Logjës deri në betejën e lavdishme të Kosharës. Ramushim, kur ka kuptu moshën time, më tha, ti ke mu bo tha ushtari më i miri, me aviona në sulmojnë. Del skenda për drejtare edhe sulmon e godet, por granatimet, bombardimet ishin panelshme. Prit se po vjen Skënderi, e parë se ishte plagos, keq, shumë keq, edhe gania me të. Po thot ta i gjallë nuk del për këtuaj, pa të regu për ushtërinë çlimtare të Kosovës. Po quat e më ka ra me bokse, me kritë më ka gjujtë nërë taulina, e më kanë martën, më kanë maltratu bajgi shumë, më të vërtet më shavu. Tha, pse e pinë cigare, serbesh, po më thotë, zashtu pushet cigare, maj këtë tje, ne ma shu palashe, po këtanë. Ja kom gjitë cufën, qafe, kom cilë dirën parën e kom gjitë cufën. Tani kom këtësuj vetë. Thash, nana me në qëllim, ku jenë vijat më të fortë, atë frontet, kur zhvillohen luftimet, aty du më shku. Me këta djem. A në qatë momente ka hek kapelen Alili dhe e ka nisë me kajt, e kemi nisë me kajt krejt, nuk o jetë kush pa kajt aty. Tha që s'pe një vlam tonë, do me taku vlam në luft, mos me njoft, ish shumë e s'di qësh me ta përshkru. Ka ra granata shumë afër se më kam bolu komplet me që kum pas. Edhe nel kër e kum prek, se antiplumi që është pjesa e granatë ka qenë shumë e madhe, ka hi kënej edhe ka depërtu për funin Arsetlës. Dhe thonë ka jetë halaj në zejtë, edhe në dy komë mi ka kohë. Pa krejt shok të luftës, apo më kthejnë në gjallë. Shtartë e misi ka. Unë nuk nistë. Për të ndjekur episodin e plot, bëni subscribe në kanalin Miranda Shala në YouTube.